И та друга фотография Fotografia e parë dhe e dytë janë дел предмета pjesë да идем e сутра. lëndës ku kam për të shkuar nesër, И да идем сутра. ku kam qenë më herë dhe ku kam për të shkuar nesër. Që ta njoftoj Dushanin se nga ana e prokurorit special, zotrit Shalja, është i thirrur në bisedë në lidhje me këto gjëra nesër në ora 13. Ashtu që nuk jam i sigurt se edhe Dushani a guxon të përgjigjet në pyetjet që kanë të bëjnë me një procedurë tjetër, ku hetimet vazhdojnë dhe akoma janë sekrete. Ti avokati, a ka të bëjë me çështje që është një rast tjetër në hetim dhe është domosdoshme që lidhet me rastin konkret për mbrojtjen e të pandehurit me pashtru këtë pyetje. Jo, nëse unë kam kuptu gabim, po me përgjigjet që dham mbrojtjes, i akuzuari tha se lidhur me disa fotografi që shihet me maska. Përveç që janë pyetur në prokurorinë speciale, thotë nuk penalisht nuk janë përgjigjur për to, nëse s'gaboj kështu ka thonë. Nëse e kam kuptu kështu. Ka thonë që realisht ka të tjerë persona që janë përgjigjur dhe janë dënuar me rastin në lidhje me këtë rast nuk e pasur. Dhe me gjas, sigurisht procedura zhvillohet atje, po që nëse është pengesë, nuk do ta marr pyetje. Nuk bëhet fjalë për të njëjtën rast, duhet të arsyetoj. Qështar më duhet të arsyetoj? Në lidhje me fotografit që janë aktakuz në faqen 131 në të cilat Dushani shihet me maskë, bëhet fjalë për procedurën që udhëhiqet pranë prokurorisë speciale e të cilën e udhëheq prokurori Bekim Kodraliu. Në lidhje me lëndën nga Zeçani, Dushani kur nuk është thirrur as për ndëgjim, as për diçka të ngjashme. Dhe kjo është ajo çfarë ka thënë Dushani. Mesazheve në këtë periudhë udhëhiqet një procedurë tjetër tek prokurori Admir Shalja, në të cilën është përgjigjur domethënë Dushani, por ndoshta mund të na jep diçka më tepër informata ai pasi që unë nuk kam qenë mbrojtësi e tij. Sërish nga ekzaminimi i telefonit, janë zgjedhur dhe fotografi ku me telefonin tuaj janë fotografuar, supozoj, pjesë të rova, si që quajnë ta në gjuhën e tyre. Si çka? Gropa për mbrojtje. A gropa, okay. Për mbrojtje, ose rova si Istikame në gjuhë shqipe. Gropa për mbrojtje? Ose istikame më saktësisht. Okay. Istikame tha po? Po, të cilat ishin përgatitur një vit para sumnit të rastit Banjska. Ai kujtohet këto fotografia i ka bë, po Ai keni bërë ju këto fotografi? Та фотография първа и та друга фотография Fotografia e parë dhe e dytë janë дел предмета pjesë e lëndës ku kam për të shkuar nesër, и да идем сутра. ku kam qenë më herë dhe ku kam për të shkuar nesër. Ta sharojmë. Фотография не смеем да говорим. Domethënë nuk guxoj të përgjigjem më tepër, sepse nesër mund të kem problem. Me të cilën do të përgjigjem nesër. Pra, nëse më pyet, le ta pret përgjigjen. Jo vetëm çka i pëlqen. Bëj me çështjet e time, me qenë se pa të bëj me çështjet e time në rast tjetër, ana tërheqëm vëmendjen që mos me vazhdu me pyetje të tilla për të ruajtur pjesën e juaj mbrojtje.